Për ditë jëm të thonë, 62,6 milion euro ja keni marrë Telekomit. Blerim, shkëlqim, ktheja porës se që ndujat. Leret që nuk ja kthyen këto para shtetit, po shkëlqim dhe Blerim Devulli po fuqizohen akoma më shumë, me njëra nga kompanitë e tyre që ka fituar tender nga një institucion i varur nga pushteti i vetëvendosjes së Albin Kurtit. Bëhet fjalë për një kontratë e re, me vlerë rreth 50.000 euro, midis Policisë së Kosovës dhe Artmotion. Marrëveshja janë nënshkruar parashe ofrimin e shërbimeve të internetit dhe kablorit në të gjitha pikat e policisë në mbar territorin e Republikës. Kontrata ka një kozgjatje prej 36 muajsh dhe ka nisur zbatimin me 1 janar të këtij viti. Ajo që bie në sy në dokumentet e prokurimit është mungesa totale e konkurrencës. Për një institucion kyç të sigurisë siç është policia, ka pasur vetëm një ofertues. Artmotion ka aplikuar e vetme, duke u shpallur fituese automatike bazuar në kriterin e çmimit më të ulët. Ndonë se vlera fillestare e kontratës kornizë është 48.420 euro, kjo shumë mund të luhatet. Sipas specifikave, vlera përfundimtare mund të rritet deri në 30%, por po ashtu të mos harxhohet e tëra, varësisht nga kërkesat e policisë. Kompania në vitin 2017 kaloi në pronësinë e AM Invest Group, e cila drejtohet nga Valon Shala, i cili kontrollon edhe kompaninë AM Invest Holding. Megjithatë, në opinionin publik nuk përbën sekret se pas kësaj strukture qëndrojnë vëllezërit Devulli. Artmotionit pushteti i vetëvendosjes ju pat vërsul sepse ky operator kishte në pakon e vet disa kanale të servisë. Albin Kurti si në opozit ashtu edhe në qeveri i ka cilësuar vazhdimisht shkëlqim dhe Blerim Devullin si oligark. Pa kufi më ndershëm, është rregullësh, është ndreshësh, rrotat bicikletave si Ibrahim Devulli, e jo si djemtë e tij. Faktet në teren po flasin ndryshe. Shënjestër ka provuar të marrë një përgjigje si nga Artmotion edhe nga policia, por nuk e kanë hapur telefonin gjatë sehënës për të sqaruar se si u dorëzua ky shërbim jetik në duart e një operatori të vetëm, pas një konkurrencë. Shënjestër.net